Selam aleikum bashkëmoshatarët e mi. Mirë se erdhët. Së bashku do të mësojmë disa gjëra rreth fesë islame. Kush i krijoi qiellin dhe tokën? Allahu i krijoi qiellin dhe tokën. Po, ke të drejtë. Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Kush kujdeset për krijesat në këtë gjithësi? Allahu kujdeset për ta. Sakt, ai kujdeset për to sepse ai ka krijuar. A mund t'i fshihemi krijuesit që të mos na dëgjojë dhe shoh? Jo, është e pamundur. Ai sheh dhe dëgjon çdo gjë. Krijuesi është një i vetëm apo ka ortak në krijim? Jo, ai është krijues një i vetëm. Ai është krijuesi i vetëm dhe nuk ka nevojë për ndihmues.